rastin e përfundimit të muajit shenjtë Ramazanit, uroj gjithë besimtarët musliman kudo që janë gëzuar Fitr Bajramin. Qoftë ky vit viti ndryshimit për mirë për secilin për jush. Zoti ju pranoft sakrificat tuaja. Dhe pas përfundimit të këtij muaji shenjtë me devotshmëri dhe me sukses, ku ka më mirë se sa të jena tan bashkë dhe të festojmë këtë fest të malnushme, që është fest për gjithë shqiptarët kudo që janë, të mblidhemi, të kërcejmë, të këndojmë deri në orët e parë të mëngjesit. Bashkë me mua do jenë dhe vëllezërit Koçar, do jetë dhe Vin Veli, gole, kështu që mos pengoni, të festojmë që së bashku. Made by yours truly, burek me djath, and we're gonna make one more with meat. We are making tufahia for Bayram. Never made it, so wish me luck. And I also am dressed because I have to go to an event. So I usually don't cook looking like this. All right. Narof neve që bëjmë nga 100 tiramisu për Bayram. Ja, mami, nuk do jeni smari tiramisu tona. Po, urdhra. Opa. Baklava bëhet për Bayram. Baklava bëhet për Bayram? Po. Baklava bëhet për vitri? Jo, dhe për Bayram, ato që agjërojnë. Në fillim mendova që të bëja një story vetëm shkrim, por më pas mendova me video do ishte më mirë se ndoshta më kushtoni më shumë vëmendje. Portale, faqe, kudo që jeni në çdo lloj rrjeti social, ju lutem, stop. Nuk jam kthyer muslimane, nuk jam mbuluar dhe mbi të gjitha dhe më e rëndësishme për mua si Sara sa i përket karakterit të lidhjes time, nuk më ka detyruar askush të bëj asgjë. Është absurde mënyra se si po trajtohet në disa portale, më vjen shumë keq sepse ne kemi dashur vetëm të përçojmë një mesazh për tolerancë edhe për këto përkushtimet shpirtërore që bëhen nga një partner për partnerin tjetër. Ju nuk e dini se çfarë përmbarti për mua, kështu që lejeni fare këtë diskutime. Tjetra, edhe ignoranti që është më rënd nga trut e di që momenti që ti shkon në xhami si vajzë apo grua duhet vendosësh një shami në kokë. Unë nuk vuaj për klikime. Mbi të gjitha, ju lutem, nuk jam aq ignorante sa të luaj me një simbolik të tillë fetar në një moment të jetës time i cili nuk më lejon që unë të bëj clickbaits të tillë kaq negativ. Këtu te kjo video do t'ju lë edhe insight se që të kuptoni që nuk na intereson fare ta bëjmë për klikime këtë gjë, se kemi mjaftueshëm dhe gjithë kemi projekte më kuptimplota edhe më përmbushëse se sa thjesht një foto në Instagram. Un kam një emision që po vjen, Bardi ka 11 këngë, shumicën e ka duete me këngëtar të cilët ju i doni jashtëzakonisht shumë edhe jam shumë e sigurt që do bëj namin. Nuk na duhet kjo gjë, ne thjesht ju bëjmë pjesë të gëzimit ton. Un respektoj çdo lloj feje të mundshme që ekziston. Mua nuk më trembi njerëzit që kanë besim ndryshe, mua më trembi njerëzit që nuk besojnë në Zot edhe ata më duken sikur janë realisht më në gjendje të bëjnë gjëra të këqija se sa ata që besojnë në një fe që është ndryshe nga imja. Unë vazhdoj të ngelem besimtare e krishterë, ortodokse, thjesht ju përkushtova vetëm për një ditë, një rregulli që ndiqet në një ritual nga njeriu që unë dua më shumë në këtë botë. Merrni gjërat pak me sportivitet, ju lutem, se nuk është çdo gjë keq dhe për famë në këtë botë. Drita im. Si që ka mama të. Drita im. Si që ka mama të. Hej, miqtë mi, unë po bëhem gati për emisionin sonte, po do shihemi live me për shqiptarët. Sapo kam lexuar të gjitha historitë dhe jam prekur vërtet shumë. Po nga ana tjetër, ju sugjeroj gjithë që ta shihni sot programin sepse nuk është vetëm kaq, jo vetëm do prekeni me këto histori që do dëgjoni, po edhe do frymëzoheni vërtet shumë. Ju ftoj të gjithëve të shihemi në orën 21. Jam gati. Jam gati dhe pres të thuaj. I could only wish you could capture the faces of the people that looked at me walking out of the building. Sorry, I'm talking weird because I feel like this thing is falling. It's hilarious. But I think I look normal. Alright, now I have to get these guys ready because Ella is turning 9 tomorrow. Mommy's home right on time.